Shoqës dashur, siç tashmë e dini, ne jemi në Bjeshk Agroturizëm e këtu bashkë me mua është Emonda Shefiku, e cila do na tregoj pak më shumë rreth këtij vendi, si u krijua, çfarë do shohim dhe për ushqimin patjetër, por që po e lë Emondën që të prezantohet vetë. Emonda, faleminderit shumë për mikpritjen dhe faleminderit shumë që gjete kohë prej krejt asaj zhurmës qytetit me ardhë dhe me u bashku për këtë intervistë në këtë qetësi dhe në këtë vend kaq të bukur. Përshëndetje, fillimisht mirë se keni ardhur me na vizitu edhe me na promovu në Bjeshk. Na jemi këtu në Bjeshk te Gurizi, e cila është 1600 metra në lartësi mbi detaret e pjesa vargmaleve të Sharrit. Këtu afër në anën e majtë kemi Parku Nacional të Sharrit, i cili njihet për biodiversitetin që e ka. Tash, nashta po flas pak për fillimin, çish kena vendosur. Ndoshta mundesh më na tregu ku dhe në çfarë rrethana u krijua në Bjeshk, ky vend kaq i bukur këtu. Pikërisht, na gjatë kohës pandemisë vetëm e patëm marrë këtë restorant. Erdhë pandemia dhe na mbylli, çish dihet na mbylli krejtve nëpër shtëpia. Gjatë asaj kohe ne e pam që kërkesa më e madhe e njerëzve është mu largu pi qyteteve, mu largu pi ajrit ndotur, mu largu pi frikës e cila na ka plej krejtve si qytetar. Për këtë arsye vendosem me hap në kohë pandemisë, pavarësisht se ishte rreziku tepër i madh, investime tepër të mëdha, mirë po tham, edhe nëse nuk shërbejmë, edhe nëse edhe nëse nuk kemi kontakt me klientelën që vjen këtu, me rëndësinë e pi hapim dyrë që njerëz mu largu pi qyteteve dhe mu ardh me një vend më erë të pastër. Fillimet tona kanë qenë shumë të vështira sepse nuk e kemi prit fillimisht që ka me pas çaq shumë kërkesa për me ardhë në Bjeshk, e cila na boni neve edhe me fillu me njëherë me mendu për akomodim, sepse ne hapëm fillimisht vetëm si restorant. Fillu me mendu për akomodim edhe në kohë rekord i bënëm 8 dhoma në pjesën e lartë të restorantit, vetëm për mi akomodu njerëz cilët vishin nga pak më larg nga qyteti Prishtinës apo nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut. Nga cilat vende kryesisht janë këta vizitorë dhe që vinë me shiu këtë pamje kaq të bukur këtu? Po, si që thash edhe më herët, ne kur e kemi fillu, sepse ne jemi në komunën e Dragashit, edhe për shumë qytete tjera as nuk njihet kjo zonë, do më thonë është hala e paprekur edhe pa eksplorume deri në një pikë më të madhe. Na, kur kemi fillu, nuk e kena prit qatë fluks që ka me pas, sidomos për qyteteve të Kosovës në fillim. Kemi pas nga Prishtina, Gjakova, Suareka, Mitrovica. Do më thonë, secili qytet i Kosovës na ka vizitu, edhe këto duke shku promovimi Bjeshkës goj mas goje. Ka ardhur dikush, ka mbeti mahnitur dhe pastaj e ka përcjell te familja. Ky është marketingu më i mirë. Po. Pastaj gjithashtu kemi punuar dhe kemi pas bashkëpunime me televizione ndryshme, të cilët kanë ardhur për me promovu Bjeshkën, sepse edhe ata kanë mbetur mahnitur nga kjo pamje dhe nga çfarë ofron Bjeshka. Po ku është sekreti, si arrin Bjeshk me qenë kaq atraktive edhe gjatë sinës së verës, por edhe gjatë sinës së dimrit? Po besoj lartësia dhe ajri dhe gjithashtu mikpritja edhe pamja. Edhe pamja, po. Domethënë është një bashkëpunim i krejt këtyre elementeve, cilat e bojnë Bjeshkën shumë të favorizuar në këtë pjesën e agroturizmit edhe si pikë për me vizitu. Ne kemi gjithashtu këtu Gurin e Zi, e cili është një element shumë i kërkuar nga njerëzit që vinë këtu. Nuk ka një legjendë për Gurin e Zi, vetëm është një gur i zi shumë i madh, i cili është pjesë e maleve të Sharrit. Kemi Parkun Nacional të Sharrit, i cili ka, siç e thash edhe më herët, një biodiversitet. Kemi shtazë të ndryshme, siç është deri egër, siç është Arusha, e cila na viziton shpesh, Dhelpra, pastaj Shqiponjën e kemi edhe shumë bimë. Pas keni edhe vizitorë tjerë të bukur. Kemi edhe vizitorë tjerë nga natyra dhe jo vetëm njerëz. Emonda, bëjmë prapë edhe brenda te kuzhina, të shohim edhe çfarë ushqimi shërbejnë këtu në Bjeshk, sepse unë e kam provu për veti, është ushqimi fantastik, po du me pa edhe jo, gjithashtu me e pa përgatitjen e një specialiteti që e kanë këtu. Vazhdojmë prapë brenda. Patjetër.
Kuzhina jonë më shumë orientohet ose fokusohet në kuzhinë tradicionale. Na jena më shumë të fokusuar që fermerët e zonës me shti bashkëpunim me fermerët e zonës. Edhe për këtë arsye e marrim mishin e viçit edhe mishin e qingjave tek ta fermerët, domethënë fshatrat e Opojës. Gjithashtu bylmetin e bojnë gratë e Opojës, për cilën të flasim gjithashtu pak më vonë. Edhe produktet apo gatimet pite flija i marrim nga gratë e zonës. Tash momentalisht jemi duke ngrënë, duke shijuar biftekun e viçave të Qumshtit. E shikues dashur, jemi këtu përballë fabrikës së Boronicës në Mbjeshk Agroturizëm. Jemi jashtë për një arsye sepse Boronica tashmë nuk ka dhe për momentin fabrika është jashtë funksionit deri gjatë kohës së verës. Këto Boronica të cilat i mbledhim gjatë gushtit dhe shtatorit, në fund të shtatorit i përpunojmë. Një pjesë e përdorim për lëng gjatë vitit, një pjesë e përdorim për reçel, për mëngjese sidomos me llokuma dhe pastaj e kemi edhe cheesecake-in i cili është edhe ëmbëlsira më e rëndësishme tek ne, cheesecake me Boronica tamam të Bjeshkës. Qëllimi ynë ka qenë të bëjmë një restoran me ushqime tradicionale. Pastaj filloi akomodimi, kur filloi akomodimi vishin prind me fëmijë, edhe për fëmijët na u dasht me gjetë një diçka që ata me shpenzu kohën në Bjeshk. Ideja ka qenë e Parkut Aventurave, mirë po investimi ka qenë shumë i madh. Për këtë arsye kemi kërkuar të PPSE, të Swiss Kontakti që të na ndihmojnë dhe ata na kanë bashkëfinancuar. Parku i Aventurave është ndër të vetmit në Kosovë dhe ne e ofrojmë këtë për mosha të ndryshme, domethënë nga mosha 5 vjeçare dhe më lart dhe për të rritur, sepse të rriturit gjithmonë thonë po unë mund ta bëj, mirë po kur e provojnë është shumë problematike, sidomos për neve, sepse fëmijët janë më çapkën edhe më nuk kanë frikë nga eksperiencat, nga adrenalina. Për këtë arsye është për gjitha moshat edhe ka disa aktivitete të ndryshme të cilat përfundojnë me zipline-in. Është një fabrikë e vogël në të cilën punojnë gratë e zonës. E marrim qumshtin në mëngjes nga fermerët, nga ferma jonë dhe nga fermat e ndryshme të Opojës dhe ai qumsht përpunohet për të arritur të prodhojmë disa produkte të qumshtit, ndërto edhe djathi i sharrit. Djathi i sharrit, siç edhe dihet, e ka një formë shumë më interesante se djatat të tjerë sepse thehet me dorë dhe forma i mbetet siç është thyer, pra nuk prehet me thikë që të ketë një formë më standarde, mirë po ka forma të ndryshme. Pastaj ky djath terret disa ditë për që në fund të futet në shëllir dhe të shitet. Për një mend me u largu nga ajo zhurma, nga përditshmëria që e kemi në qytete, ju ftoj gjithsesi që të vini në Bjeshk Agroturizëm dhe të shijoni këtë vend kaq fantastik. Unë kam ardhur përsëri, nuk është hera ime e parë as e fundit. Gjithashtu mikpritjen e mrekullueshme që kanë si staf, mezi po pres që të vi prap. E shikues dashur, e janë edhe ju. Faleminderit shumë e monda, ishte kënaqësi e madhe. Faleminderit shumë edhe për juve që keni gjetë kohën edhe keni ardhur me na vizitu, edhe po shpresoj që keni marrë përsëri. Ne ju presim gjithmonë krah hapur. Faleminderit shumë edhe një herë. Shumë faleminderit.